Përshëndetje të nderuar miq të ekranit të televizionit Apollon dhe të gjithë ju dashamirës dhe adhurues të këngës polifonike, të këngës shumë zërshe të zonës së Labërisë. Siç e shihni, jemi në një ambient i cili nuk ka fjalë për të komentuar. Jemi në Dukat të Vlorës, në këtë zonë dhe me këta miq të cilët na kanë ftuar për sofrën dukatiote. Gjithë ambienti është i mrekullueshëm, është i pasuruar me të gjitha ato sendet, me ato reliket e mrekullueshme të asaj trashëgimie dhe të asaj jete të cilët kanë bërë të parët, kanë bërë njerëzit tanë, paraardhësit tanë. Por kjo nuk do të thotë që ne jemi tërësisht të larguar nga ajo jetë, jemi tërësisht të larguar nga e gjithë trashëgimia shpirtërore që kanë dhënë paraardhësit tanë. Ja ku jemi pra sot në sofrën dukatase dhe po e shohim nga afër atë mrekulli dhe atë magji të trashëgimisë të jetës shoqërore, të jetës shpirtërore të popullit shqiptar. Por sigurisht bashk me mua në këtë sofër të mrekullueshme janë djemt e këngës polifonike të Dukatit. Dhe ambienti në të cilin neve jemi është pikërisht në Dukatin Fush, në shtëpinë apo në odën e Zotit Mitat Aliçkaj. Mitat, mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit një herë për këtë ambient që krijuat ju në radhë parë, aktivizuat neve, pastaj me këpitja nuk na ka munguar asnjëherë, se dihet gjithmonë që te Labëria, sikur do në gjitha viset e Shqipërisë, po ne dhe bufim burr zogun e tij. Edhe kështu që me jetës për sot është një kënaqësi. Kjo është vërtet një sofër dukatase, një sofër e gjithë Labërisë, me gjitha farë burri që jam mbledhur kështu si dikur, ne me këtë trashëgojmë kulturën tonë, trashëgojmë të paraardhësit tanë me këto që kanë si kanë jetuar apo pavarësisht që ne apo breza tanë që po vinë apo fëmijët tanë ndryshe janë, po këto asi që shikojmë se këtu më shumë datë neve janë të ri. Shumë të ri. Dhe i kanë qejf. I adhurojnë këto gjëra. Kjo është një kënaqësi për neve. Juve si Apollon, si staf, ju faleminderit shumë. Ju përgëzoj për gjitha këto emisione, se ky nuk është emisioni i parë që bëjmë me juve. Me mundësia se jemi dhe para vitit të ri, të urojmë festat e vitit të ri, Krishtlindjet, dhe qofshit lumtur gjithë për familjet tuaj. Ju faleminderit. Miq, nuk doja ta prezantoja sepse juve e shihni përmes imazheve, por edhe unë prej kaq kohësh duke dashur të pasqyroj të trashëgimi të vyer të folklorit shqiptar dhe sidomos kënga polifonike, e cila ka një trashëgimi relativisht gati 1000 vjeçare, e studiuar dhe e hulumtuar më së miri dhe nga studiuesit shqiptar, më bëri që të joshem edhe për këtë çast në të cilin ndodhem. Jam i veshur pikërisht me kostumin tradicional të zonës së Labërisë. Thash që isha i mrekulluar dhe kisha dëshirë që në një mbrëmje si kjo, në një ditë si kjo, të doja që ta përcillja përmes kësaj vlere, qoftë në veshje, në kostumografi, por edhe në trashëgimi dhe në tradit, në sofrat shqiptare, në sofrat e të gjithëve juve. Për momentin, gëzuar të gjithëve, duke uruar gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Megjithse është takimi i dytë me miqt nga Dukati, është takimi i dytë dhe pothuajse ne kemi pak minuta që kemi ardhur më parë, unë do t'ju kërkoja ndjes për vetë faktin sepse të gjithë emrat e djemve dhe burrave që janë në këtë odë do të kisha dëshirë t'i prezantonit vetë dhe gjithashtu edhe pozicionin që juve keni në grup. Po e filloj spari me zonjën që kam në prinj. Përshëndetje, Rina Petoshati, marse për herë të parë në këtë grup, me kënaqësi më të madhe, shpresoj që të vazhdoj me këta çuna të mrekullueshëm. Faleminderit. Përshëndetje, Bardhosh Jeminaj, marrës dhe mbushës në grup. Dhe uroj sukseset gjithë dhe shokën mi. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, Sajmir Brahimi, Iso dhe Marës. Përshëndetje, mirëmbrëma. Falenderoj Radio Televizionin Apollon. Jam në këtë grup, kemi 2-3 vjetë që kemi bërë pjesë në këtë grup e jam kthyes i këtij grupi. Mendoj që të vazhdojmë si
të ri që jemi, do me thënë, të ecim parat, ashtu të mos harrojmë traditat e të parëve tanë që... Përshëndetje mi mbrëma, le dëgjojmë mua marrës në grupin e Orikumit. Përshëndetje, Fatmir Malaj, instrumentist me fjoll. Përshëndes grupin e Orikut, një grup simpatik, djem të rinj, i uroj nga zemra ime, jo unë vetëm, po të gjithë, po edhe mitati, të grup, që të eci sa më mirë në këngë polifonike labe. I uroj nga zemra, të gjithëve. Edhe festat e këti viti gëzor të zeri gjithë, e sukseset në pleqve. Përshëndetje, Irakli Stepa, hedhës i këti grupit Orikum. Ju falemderit. Përshëndetje, Xenofon Konomi, falenderoj Apollonin dhe gëzuar dhe festat e vitit të ri. Në këngë jam në ISO. Falenderit gjithëve. Përshëndetje, Mentor Brahimi, Mars dhe ISO. Falemderit. Përshëndetje të gjithëve, Derish Ferruni, marrës në grupin e Orikut, përshëndesim televizioni Apollonit, stafin e tij, gëzuar festat, një vit sa më i mbar për stafin e Apollonit dhe për grupin ton të Orikut, edhe një përshëndetje edhe për zoti Mitat, që ka bërë të mundur këtë mbledhje në odën e tij. Përshëndetje dhe sukses të gjithëve. Një përshëndetje veçantë vetë shkon dhe për presidentin e Apollonit, zotin Artur Rustemi. Suksese në jetë dhe në punën e tij. Mirë mbrëma, Mariglen Gullqiu, një nga antarët e ri të këtij grupi, ISO. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Vendin Kapaj, jam miftuar në këtë grup. I falenderoj shumë televizionit Apollon. Këto që bëjmë ne i kemi bërë vazhdimisht, por ky televizion është një pasqyrë e madhe që po na nxjerr vlerat në pa, nëpërmjet syrit të vogël magjik të kamës së tyre dhe bravo qoftë që po na nxjerrin ditë për ditë edhe fëmijët tanë nëpërmjet këtij televizionit po mësojnë këngë lapshe. Shumë faleminderit të televizionit Apollon dhe faleminderit të zotit Mitat Aliçkës që më ftoi dhe mua si të ftuar në këtë sofër bujare dhe juroj suksese në jetë, suksese në këngë dhe nga mot e gëzuar, e qoftë viti i mbar. Përshëndetje me mbrëma gjithë. Quhem Belo Brahimi. Ashtu siç e ka zakon e traditë fshati, jam i ftuar për të marrë pjesë me këtë grup që është mbledhur sot këtu, që do uroj shumë suksese në jetë, shumë mbarësi. Dhe përshëndes televizionin Apollon për shërbimet që bëjnë këtu me gjithë këta pjesëtarë që marrin pjesë këtu sonte. U falenderoj gjithë dhe gëzuar festat e vitit të ri dhe Krishtlindjet. Gëzuar gjithë. Mi mbrëma, të gjithë përshëndes. Të parën përshëndetje kam për sofrën Dukatese, për mikpritin e tyre, për bujarin, për këngën labe, për themelin e këngës, për rënjën e këngës që ta mbajnë gjallë. Përshëndetje dytë shkon për presidentin e kanalit Apollon, Artur Rustemin, dhe dyta për stafin e tij, kaq simpatik, që na kanë shoqëruar kudo. Unë jam Akrem Blamaj, poet, dhe me këta djem kam qejf të punoj. Dhe them se do ecim përpara, se edhe rrinjtë e mia janë atragjasi. Përshëndetje gëzuar të gjithëve. Festat edhe të mira paqim këtij tuti. Prap të një tjeta, do flas në gjuhën, tamam që si flasën se mi mbrëma thash, tani do them të një tjeta. Neve këtu, me të drejtë, është për të përshëndetur presidenti i Apollonit, Artur Rustemi, do kisha shumë dëshirë që t'ishe këtu me mua sot, pa do pim, do rrim, do bëjnë që do bëjnë, do di, kisha shumë dëshirë që t'ishe këtu me sneve. Me gjitha të, kjo është një kënaqësi e madhe, përshëndes Gentin, që është tamam një, me sa kam pare, sa kam realizuar, se na është dhe mundësia edhe në para në disa stacione televiziv, përshëndes edhe të ftuarit tanë, të mirëpritur që janë artista si Vendim Kapaj, Fatmiri, që janë instrumentistë tamam i filta, po
Akrem, neve me sa shikojmë ka punuar me gjithë shpirt. Edhe shoqen e klasës e rinën, se kam pas shoqe klasa, kemi kënduar qysh në klasë 7 bashkë, ka që vërtet një këngëtar mirë, pavarësisht që i ku largua, po gjithse kush për sapet e veta, është një kënaqësi që sot ndodhet mes nesh. Qofshit lumtur dhe kalofshi mirë. Pra, të nderuar miq, siç e shihni, është një sofër e rrumullak. Nuk kemi pasur pak trashëgimi nga paraardhësit tanë. Ka qenë shumë dhe ka qenë me të vërtet e vyer. Burrat uleshin në një odë, uleshin në një sofër të rrumullakët dhe kuvendonin me njëri tjetrin. Nuk kishte dallim, kishte respekt, vlerë, dashuri, miqësi për gjithë secilin që është i ftuar, si për bujtësin, ashtu edhe për ardhësin. Por, gjithashtu, me dëshirën e të gjithë grupit Dukatit, neve sot jemi këtu për të pasqyruar këtë vlerë në mbrëmjen e vitit të ri për të përcjell tek juve përmes kësaj sofre të mrekullueshme dhe të mos harrojmë përmes kësaj sofre të rrumullakët. Ka vend fjala e burrit, ku ka hije vendi i burrit. Besoj se grupi është gati të na përshëndes dhe të përshëndes të gjithë shikuesit me një këngë të Dukatit. Më dyhet një pen floriri të e historin e lashtë, dukat e gjys me misiri, dukat fushe, dukat shatu. Më dyhet një pen floriri